Në konferencën e kryetarëve është tensionuar debati mbi procedurat e miratimit të paketës fiskale dhe projekt buxheti për vitin 2026. Opozita ka kundërshtuar mënyrën e përfshirjes së 8 ligjeve në kalendarin e seancës së 19 nëntorit, duke cilësuar procesin si antikushtetues. Gazmend Bardhi në emër të opozitës akuzoi mazhorancën se po imponon një ritëm të papranueshëm, duke vënë në dispozicion vetëm 24 orë për shqyrtimin e dokumenteve voluminoze dhe me impakt drejt për drejt fiskal. Keni futur në kalendar 8 ligje të paketës fiskale, i keni futur për seancën e nesërme në shkelje të plotë të kushtetutës. Këto ligje u janë dhënë deputetëve në datën 14 nëntor dhe kërkoni t'i miratoni nesër. Kjo është e papranueshme dhe hell në erë çdo procedurë parlamentare. Tu lini vetëm 24 orë kohë për të diskutuar 8 ligje, mund ta bëni vetëm ju dhe nuk e di kryetar kush ju shtyn ta bëni këtë, por ju a them këtu se kjo çështje do të shkojë në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, pavarësisht këtij konflikti, palët arritën dakordsim për një pikë tjetër të rëndësishme të rendit të ditës, mocionin me debat për situatën e kriminalitetit në vend. Ky mocion i kërkuar nga opozita vjen pas raporteve ndërkombëtare që flasin për rritjen e ndikimit të krimit organizuar në Shqipëri. Ne nuk mund ta shtym sepse rregulloria përcakton që mocioni duhet të zhvillohet brenda 30 ditëve. Ne kemi dëgjuar institucionet e sigurisë, por mocioni lidhet me qeverinë, pra kërkon të njihet edhe të debatohet mbi masat që ka marrë qeveria. Kërkesa vjen në kuadër të raporteve ndërkombëtare që flasin për rritjen e fuqisë së krimit organizuar dhe çmoj se është pikërisht momenti që të zhvillohet ky debat. Unë propozoj që debati t'i caktohet data 18 dhjetor, sepse atë ditë parashikohet një seancë që ka vetëm njoftime dhe diskutime për çështjet jashtë rendit të ditës. Për diskutime, mazhoranca dhe opozita rënë dakord që mocioni të zhvillohet në seancën plenare të 18 dhjetorit me një kohë totale debati prej 120 minutash.